punë. Ja pra grupi. Rogerti, unë nuk ullëm. Filloj e marroj. Duhet me umblet. Po pres të aren. Ina, hajde se më. Tani, se duhet se është nga... Mbledh grupin Aren. Opa, Greta mbledh grupin Aren. Shpejt, urdhër nga vllai madh. Ina me Rogertin. Nini jo, vllai madh. Është urdhër nga vllai. Është urdhër nga vllai madh. Mos kërces, ka problem, vetëm ri aty. No. Si kërko falje këtu? Po çfarë do të kërkoj falje? Kërko falje si fole. O Gerti, nuk kërkoj falje unë. Greta, po shko me i motër kush vjen. Është urdhër. Gënjeshtare. I thash, është urdhër nga vllai madh. Me tjertë shko lej. Atë për që nuk lutë për denimin, jo të, se ti po i thu, këta nuk përdoj, nuk mush mi të rritë zvarë. Po pra, është urdhër nga vllai madh, të shkojnë kundër vllait madh. Se kjo t'jep magjit keqe, Bolo. Kujdes, se kjo t'jep helm. Kujdes, Bolo, t'lutem. Nuk e bëm sfidën, ti pse po interesohesh kaq shumë? Apo ke frikë se do dalësh edhe nuk do ta bësh? Nuk kam frikë, pastaj kisha dalë për ju. A keni thënë ju të gjithë që Ina ka dalë? Bomba! O Ina është urdhër. A keni thënë të gjithë Ina ka dalë? A jeton në një komunitet ku jemi të gjithë. A ka dalur nga kjo shtëpi? Përderisa thot vllai Përderisa ka dalë nga kjo shtëpi, atëherë nuk po e bëja sfidën, pse ta bëj? Nuk e knaq vetëm Brikenën, me këto ke knaq gjithë gozat e shtëpisë. Ina, është urdhër nga vllai madh, nuk mund të bësh se nuk është Meqense ju të gjithë jeni prononcuar gjithë këto ditë që Ina ka dalë nga shtëpia, Ina është loj, është loj. Edhe mua më kanë thënë do dalësh. Plus kanë thënë që jam në gjendje të papërshtatshme shëndetësore për ta bërë sfidën. Nuk e merr me zor. Po nuk e marr dot me zor. Ti ja the fjalën tatë, ti shko ta rre bën provat. Është urdhër. Shkova atje dhe pa këto dy, Greta më grupin, shkova folja. Është dikush aty lart që i shikon gjitha këto. E dëgjove. Pa merak, i merr ai masat e nevojshme për mua, që po refuzoj të bëj sfidën, sepse unë kam arsyet e mia për mos ta bërë. Të lutem vazhdo. Deri tjetër u drejto më mirë. Nuk bëhet dot pa të gjithë pjesëtarët, duhet vinë të rinë aty. Ti qenë ke Greta, nuk e diu, domethënë. Nuk mush me të rritë zvarë njën, ja the është urdhër, ja the zisa herë, ta shko bëj provat e tua me persona tjerë, mos e u për vetë sfidën. Nuk më vjen muzikën, nuk vazhdon gjëja. Ti shko, qyën qafse nuk ta bëj muzikën, shko të vllai madh. Ja thash ty shko tash, shko. E bona, nuk kam më ç't bëj më. Po shko deri, o shpirt e bëra. Fillon ne, ishim aty të gjithë gati, nuk na vjen muzikën. A kishte dalur nga kjo shtëpi? Provove herë. Nuk refuzoj ta bëj sfidën. Se që unë pas ndaj nga kjo shtëpi, se nuk ju duhesh. Ju ka ra gongo. Kam dalur nga kjo shtëpi. Ka dalë. Po, a kam dalur më Qa po më interesove për mu ma mirë me? Në rregull. Ma mirë që i prishet sfida atyre, që du una? Greta, kjo është thirrja e fundit. Aman Mateo, ti shiko. Si fillon ai kënga thirrja e fundit? Përqafosh edhe ti bolën se. Ty joje. Nuk kam. Si shif kë po përqafon kezi jashtë, më të Jo, s'marrë këtë. Si qa ka mund të është boli, vojgjën. Kur askujt nuk interesoj se si isha unë dhe gjitha Ina ka dalë, për mu ka dalë, kanë ironizu, kanë... Ja ku është boli? Okej, edhe unë refuzoj të bëj sfidën, me që do dalë nesër. Me që nesër unë do dalë, unë s'kam se i bëj sfidat në të shtëpi, për çfarë ti bëj sfidat, për Gretën? Thirrja e fundit për futurimin në 7 se si e ka ajo. Me që shenë ka kështu. Qyshyrë më, që po i prish sfidën atyre. Aman, vetëm ti mas fal, t'lutem, vetëm ti mas fal. Vetëm ti mas fal, Mateo, t'lutem. Vetëm ti mas fal. Ti shko gjesh bolin, kush është boli, ta marrin vesh kush është boli. Shko gjeje ta marrin vesh kush është boli. Pyete Brikenën pakten. Bolin e sollon, pak s'ke fajtë ty nuk t'ka sjell ndonjëherë si boli. Unë me bolin deri në... Unë e kam dyqanin jo me ato, Nuk t'ka sjell ndonjëherë si boli ti. Zemra kam dyqanën, qofse nuk e di. Po të dyqani im është full me këto. Atë kanë sjell ty ndonjëherë, më po le ti blesh vetë. Ti ble vete. Po jo, më ku më kanë dhuruar mua ndonjëherë kështu seriozisht e ke. Ku kam parë ndonjëherë lule në jetën time apo arusha. Kush më ka dhuruar mua ndonjëherë në një arush? Je për të ardhur keq. Po për të ardhur keq e ti me thënë drejtën. Që ajo gota e huaj aty u emocionua kaq shumë nga e gjithë surpriza që ishte organizuar dhe kur pa që ishte ti ai që kishte bërë, u pre në fytyrë, sepse nuk të priste ty. Sepse nuk të priste ty, priste dikë tjetër. Priste dikë Po jem suti me surpriza. U pre në fytyrë sepse priste dikë tjetër. Disa më preki mu fjalët e tua që mësuar ti të ndash çifte, po ti je mësuar me muhabetet të tilla me Mateo, priste dikë tjetër. Je mësuar ti me muhabetet të tilla. Po. Se ti je mësuar të ndash çifte. Po lëre me çfarë jam mësuar. Edhe nuk të bën përshtypje. Po flasim për ty. Edhe me marr opinion nga njëri si puna jote. Kur do mësosh një herë në jetën tënde të argumentosh? Kur do mësosh një herë në jetën tënde të mbrosh veten tënde? Opinion nga një njeri si puna jote, i pisët që